Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëftuar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë, të dashur të ri, mirë se vini në emisionin të rit me shpresë drejt së ardhmes. Ju përshëndes këtu nga studio Radio Marisë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Unë Motër Irenia në këtë rrugtim të sotëm mbi temen respekti dhe komunikimi me prindërit. Sot do të ndalemi në këtë temë, cila prek drejt për drejt secilin prej nesh, një përvojë që jetojmë çdo ditë brenda mureve të shtëpive tona. Marrëdhënie dhe komunikimi me prindërt, një analizë shumë dimensionale, një udhtim i hapur, por jo një përgjigje fikse. Jemi të vëdijshëm dhe dim shumë mirë se gjatë periudhës së rinisë dhe rritjes, komunikimi me prindrit kthehet shpesh në një nga sfidat më komplekse. Nga njëra anë kemi dëshirat tona të natyrshme për të ndërtuar identitetin ton, për të pasur më shumë hapësirë, pavarësi dhe për të shprehur mendimet tona. Dhe nga ana tjetër, janë prindrit të cilët mbajnë mbi supe përgjegjësinë e mbrojtjes, udhëzimet dhe kujdesin ndaj nesh. Lind pyetja: pse lindin keqkuptimet dhe përplasjet? Nuk është se prindrit apo fëmijët duan të zihen me dashje me prindrit e tyre. Në fakt, pas çdo përplasjeje fshihet një kompleks faktoresh që ndikojnë çdo ditë në dialogun ton. Bota në të cilën janë rritur prindrit tanë është shumë e ndryshme nga bota digjitale dhe e shpejt ku ne po rritemi sot. Mënyra se si ata e shohin sigurinë, punën, marrëdhëniet dhe kohën e lirë shpesh përplaset me mënyrën se si ne e përjetojmë të tashmen. Prindrit tanë shohin të ne rreziqe që ne ende nuk i dallojmë, sepse flasin nga përvoja e jetës së tyre. Ne, nga ana tjetër, të rit, e shohin kujdesin e tyre shpesh si kufizim ose si një kontroll ndaj tyre. Edhe prindrit janë qenje njerëzore me lodhje, shqetësime ekonomike, presion pune dhe emocionale. Po ashtu, edhe të rit përballen me presionin e shkollës, shoqërisë dhe të ardhmes. Kur dy palë të ngarkuara takojnë njëri tjetrin në fund të ditës, mjafton një fjalë e thënë gabim që të ndizet shkëndia e një debati. Por çfarë do të thotë në të vërtetë dialog i shëndetshëm? Këtu duhet të bëjmë një dallim shumë të rëndësishëm që do të na shoqërojë gjatë gjithë këtij emisioni. Dialogu i shëndetshëm nuk do të thotë heshtje pasive. Lind pyetja tjetër: a do të thotë të komunikosh pa u zënë se duhet të thuash gjithmonë po? Edhe kur nuk je dakord?
pyetja tjetër, a do të thotë të ulesh kokën dhe të mos shprehesh asnjëherë mendimin tënd? Kisha katolike na mëson se bindja dhe respekti nuk nënkuptojnë humbjen e zërit tënd. Një dialog i pjekur kërkon që të mësosh të shprehesh atë që mendon dhe ndjen, por duke përdorur 3 mjete kyçe: dashurinë, respektin dhe maturinë. Dashurin. Sa herë që komunikojmë, të mos harrojmë se përballë nuk kemi një kundërshtar, por prindrit tanë që na duan fort. Respekti. Të ruajmë dinjitetin e fjalës pa përdorur tone agresive, ironi apo ngritje zëri. Maturia, të dim kur është momenti i duhur për të folur dhe kur është momenti për të dëgjuar. Sot të dashur të ri do të mundohemi që në këtë emision të zbulojmë së bashku se si mund të shndrojmë shtëpinë tonë nga një territor debatesh në një hapësirë mirëkuptimi dhe paqeje, duke u mbështetur te drita e fjalës së Zotit, te mësimet e shetërve dhe këshillat praktike. Shkrimi i Shenjtë apo Bibla na mëson nderim, dëgjim dhe durim. Bibla apo Shkrimi i Shenjtë nuk është një libër me rregulla të ftohta apo me kërkesa të njanshme. Ajo është një udhërrëfyes i gjallë që vendos marrëdhënien tonë me prindrit në zemër të planit të Zotit. Zoti nuk na ka vendosur në një familje rastësisht. Marrëdhënia me prindrit është hapësira e parë ku ne mësojmë të duam, të falem dhe të rritemi si të krishterë. Urdhri i 4 është baza e respektit dhe dinjitetit. Ndero baben tënd dhe nënën tënde, në qoftë se dëshiron të jetosh gjatë për mbi tokë. Lexojmë te libri i Daljes, kapitulli 20, rreshti 12. Ky është i vetmi urdhër në dekalog që shoqërohet me një premtim të drejtë për drejtë nga Zoti, bekimin dhe jetë gjatësinë. Por le të ndalemi pak të fjalët kyçe, ndero. Çfarë do të thotë në të vërtetë të nderosh? Në gjuhën origjinale të Biblës, pra në gjuhën hebraishte, fjala për nderim lidhet me diçka që ka një peshë dhe një vlerë të madhe. Të nderosh prindrit do të thotë t'u japesh peshë fjalëve të tyre, të mos i konsiderosh ato si të paanshme apo pa vlerë. Por lind pyetja, nderimi a është një bindje e verbër? Shpesh mendojmë se të nderosh prindërit do të thotë të ulesh kokën dhe të pranosh gjithçka pa menduar. Jo, nderimi do të thotë të njohësh dinjitetin e tyre, të vlerësosh sakrificat që kanë bërë për të rritur dhe të udhëhiqesh nga respekti edhe atëherë kur ke një mendim të ndryshëm nga ata. Nëse komunikojmë me prindër duke pasur parasysh këtë nderim, ne nuk i shohim ata si një pengesë, por si njerëzit që Zoti ka vendosur për të na mbrojtur.
Një nga pjesët më prekse dhe më praktike në shkrimin e shenjtë për marrëdhënien familjare gjendet në librin e Siracitit kapitulli 3, 1-16. Ky libër na tregon me detaje se si çdo veprim respekti ndaj prindërve kthehet në bekim për jetën tonë. Dhe unë dëshiroj të lexoj tani pra kapitullin 3 të librit të Siracitit rreshtin 1-16. Bashësia të drejtëve janë bijtë e urtisë. Dëgjesa e dashuria janë kombi i tyre. Dëgjojeni o bij mësimin e babait dhe ashtu veproni që të shëlboheni. Sepse hyj e nderon babain në fëmijë dhe e ka përforcuar të drejtën e nënës mbi fëmijë. Kush e nderon babain i shpërblen mëkatet dhe ruhet prej tyre dhe do t'i dëgjohet lutja kur e thot. Ai që e nderon nënën është porsi ai që grumbullon visare. Kush e nderon babain e vet në fëmijë do të gjejë gëzim, dhe kur të lutet, lutja do t'i dëgjohet. Kush e nderon babain e vet do të ketë jetë të gjatë. Kush e dëgjon babain, ngushëllim do t'i sjell nënës. Kush e druan Zotin, i nderon prindërit. Prindërve u shërben porsi zotrinjve. Me vepra e me fjalë nderoje babain tënd, që të zbresë mbi ty bekimi i tij. Bekimi i babait i bën të fortë shtëpitë të fëmijëve, kurse mallkimi nënës u arrënon themelet. Mos u mburr me çndërimin e babait tënd, sepse turpi i tij nuk është lavdi për ty. Lavdia e njeriut varet nga nderi i babait të tij. Nëna e pa nder është turpi të birit. Biro, ki kujdes babain e plakur dhe mos e shqetëso gjatë jetës së tij. Po edhe nëse dobësohet nga mendja, je i butë më të dhe mos e përbuz asnjëherë në jetën e tij, sepse ndihma e dhënë babait kur nuk do të harrohet, sepse do të mbillet për shlyrje të mëkateve. Pra të dashur dëgjues, sapo përfundova së lexuari librin e Siracitit kapitullin e 3 rreshtin 1-16. Kur ne të tregohemi të durueshëm me prindrit, kur i dëgjojmë me dashuri dhe i ndihmojmë, ne po bëjmë një vepër që ka vlerë të madhe para Zotit. Me kalimin e kohës, prindrit tanë plaken, lodhen, ose mund të përballen me smundje dhe stres. Fjala e Zotit na kërkon durim. Ashtu, si ata patën durim me ne kur ne ishim foshnja të pafuqishme dhe qanim pa pushim, ashtu edhe ne sot jemi të thirrur të kemi durim me dobësitë e prindërve tanë. Marrëdhënia reciproke, çfarë thotë Shën Pali Apostull? Shën Pali Apostull në letrat e tij drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, 1-4 dhe në letrën e tij drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, 20-21, sjell një këndvështrim plotësisht të parashpeshuar, duke treguar se dialogu në familje nuk është rrugë me një kalim. Ai thret: O fëmijë, dëgjojeni prindrit tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. E ju o etër, mos i provokoni fëmijët tuaj për inat, por i rritni në edukat dhe në mësimin e Zotit. Pali kërkon dëgjim në Zotin. Kjo do të thotë se respekti ndaj prindërve është një akt besimi ndaj Zotit
Kur ne tregojmë durime prindrit, ne po i shërbejmë vetë Zotit. Pali u drejtohet edhe prindërve me një paralajmërim të fortë. Mos i provokoni fëmijët për inat që të mos dekurajohen. Kjo tregon se kisha gjithmonë e ka njohur faktin se edhe prindrit mund të gabojnë apo të kërkojnë më shumë se ç'duhet. Por çfarë do të thotë kjo për ne sot? Kjo tregon se synimi i Zotit për familjen është harmonia në të dy anët. Kur ne si të rinj bëjmë hapin e parë duke komunikuar me qetësi, maturi dhe respekt, ne ndihmojmë edhe prindrit tanë që të mos reagojnë me ashpërsi, por të hapur rrugën e mirëkuptimit mes dy palëve. Pra, kur ne jemi të qetë, sigurisht dhe personat që kemi përballë prindrit tanë nuk mund të jenë agresiv me ne. Dëgjimi dhe durimi janë dy qelcat e dialogut. Pra, të dashur të rinj, për ta përmbledhur këtë bazë biblike, fjalët e apostullit Jakob na japin formulën e artë për çdo bisedë në shtëpi. Çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemrim. Lexojmë te letra drejtuar Jakobit, kapitulli parë, rreshti 19. Nëse përpara se të përgjigjemi me inat ndalemi një sekond, dëgjojmë me vëmendje se çfarë po kërkon vërtet prindi ynë dhe ulemi të flasim me durim, atëherë zërat nuk do të ngrihen dhe paqja e Zotit do të mbretërojë në shtëpitë tona. Të dashur të ri, pra jemi në valët e Radio Maris në emisionin Të rit me shpresë drejt se ardhmes. Dhe sot pra jemi duke udhëtuar në temen respekti dhe komunikimi me prindrit, një analizë shumë dimensionale dhe një udhëtim i hapur. Të dashur të ri, pasi eksploruam themelet të shkëlqyera që na jep shkrimi i shenjtë, pra, le të shohim se si kjo fjalë është jetuar dhe përkrahur gjatë shekujve nga mendjet më të mëdha shpirtërore të kishës, etrit të kishës dhe shenjtrit. Këta burra e gra të shenjtë nuk ishin njerëz abstrakt apo larg realitetit. Ata e njihnin mirë dinakritë të zemrës njerëzore, dinamikat e familjes dhe betejat e përditshme me emocionet. Mësimi i tyre i përbashkët është i qartë. Paqja në çdo shtëpi nuk ndërtohet me forcë apo me klithma, por fillon nga përvojtëria dhe nga kontrolli i rrept i gjuhës. Shën John Gojarti, i quajtur kështu pra për oratorin dhe fjalët e tij të ëmbla, ka lënë traktate të mrekullueshme mbi edukimin e fëmijëve dhe jetën familjare. Ai e krahasonte shtëpinë me një kishë të vogël ku çdo antar ka rolin e tij për të ruajtur shoqërinë dhe paqen. Në shkrimet e tij mbi marrëdhëniet mes brezave, ai përqendrohet shumë të mënyra se si përgjigjemi fyrjeve apo zërit të ngritur. Nëse prindi është i ngarkuar apo i zemruar, përgjigja jote me butësi e zbut zemrimin e tij, ndërsa fjalët e ashpra e dyfishojnë stuhin.
Pra shënqoni na kujton se reagimi me inat ndaj inatit të prindit është eksaktësisht si hedhja benzines mbi një zjarr që tashmë po djeg. Kur prindi vjen i lodhur, i stresuar nga problemet e jetës apo i shqetësuar edhe për ne, ai mund të përdor një ton më të ashpër. Nëse ne pra si të ri përgjigjemi me të njëjtën monedhë, me mospërfillje, me ngritje zëri apo me ironi, ne nuk po e zgjedhim problemin, por e dyfyshojmë stuhin. Gjuha jon pra mund të jetë ilaç ose mund të jetë shpatë. Gjuha jon ka fuqi ndërtuese ose shkatruese. Në përgjigje dhënë me ton të ulët, e mbushur me butësi dhe respekt, ka aftësi mrekulluese të qarmatos zemrimin e tjetrit. Përvujtëria për të mos reaguar me një herë me inat nuk është dobësi të dashur të ri, por tregon fuqi të madhe të karakterit dhe pjekurisë shpirtërore. Nëse ka një tjetër shet që ka kuptuar thellësisht shpirtin e të rinjve dhe sfidat e tyre, është padyshim Shën Don Bosco, ati dhe mësuesi i rinisë. Don Bosco krijoi sistemin parandalues i cili bazohej në 3 shtylla: arsyeja, feja dhe dashuria. Një nga thënjet më të famshme të Don Boscos, e cila vlen njësoj si për prindrit ashtu edhe për fëmijët, është: dashuria nuk mjafton të ekzistojë, ajo duhet të bëhet e dukshme. Por çfarë do të thotë kjo për dialogun me prindrit? Shpesh ne e marrim si të mirëqen faktin që prindrit e dinë se ne i duam, ose prindrit mendojnë se ne e dim se ata na duan. Por në jetën e përditshme, kjo dashuri mbetet e fshehur pas kritikojave, detyrave dhe heshtjeve. Mirënjohja është çelësi për zbutjen e tensioneve. Don Bosco mësonte të rinjve se mënyra më mirë për të fituar zemrën e dikujt është të dish të shprehesh mirënjohje. Kur ne u themi prindërve një faleminderit, mamit, babit, për këtë që bën për mua, ose e di që po sforcohesh shumë për familjen tonë, ne po e bëjmë dashurinë të dukshme. Kur një prind ndjen se fëmia e tij e vlerëson sakrificën e tij dhe nuk e sheh thjesht si një bankomat për t'i dhënë lek apo një dhënës i lejeve për të shkuar dikun, muret e mbrojtjes bien. Në atë moment hapet rruga për një dialog të ngrohtë, ku prindi pra është shumë i gatshëm të dëgjojë kërkesat, ëndrat dhe shqetësimet e të riut. Kështu të dashur të ri, pra nga etrit e kishës dhe shejtrit, ne fituam një recet shpirtërore, mund të themi kështu në thojza, me 2 përbërës kryesor për të parandaluar sherret në shtëpi. Kur ndjen se inati po vlon pra brenda teje, mund të ndalesh dhe të numërosh ose t'i kërkosh Zotit qetësi dhe përgjigje me ton të ulët dhe të butë. Dhe e dyta, bëje dashurinë të dukshme përmes mirënjohjes, thoshte Don Bosco. Mos prit vetëm të marrësh, tregoju prindërve me fjalë të vogla se sa shumë e vlerëson punën dhe kujdesin e tyre.
Kisha katolike ka pasur gjithmonë një vëmendje amësore ndaj përthames familjare. Ajo e përcakton familjen me një shprehje shumë të bukur. Kisha shtëpi. Ecclesia domestika. Shtëpia pra nuk është e thjesht një vend ku ne ham apo shkojmë për të fjetur, por është shkolla e parë ku mësohet arti më i madh i jetës, arti i bashkëjetesës, i faljes dhe i dialogut. Shën Gjon Pauli II, papa i të rinjve dhe i familjes, pra kështu e quanin papen Gjon Pauli II, i cili dha shumë për të rit dhe për familjet, në nxitjen e tij apostolike të njohur Familiaris Consortio në vitin 1981, nënvizoi se dinjiteti i familjes matet nga cilësia e marrëdhënieve që ndërtohen brenda saj. Familja është shkolla e parë dhe e pazaventësueshme e dialogut njerëzor. Shën Gjon Pauli II vuri gishtin në një nga plagët më të mëdha të shoqërisë moderne, mungesën e kohës. Ai paralajmëroi se kur anëtarët e familjes vrapin pas punëve, shkollës, angazhimeve apo ekranëve dhe nuk gjejnë kohë për të qëndruar së bashku, për të biseduar, për të dialoguar. Pra, kjo mungesë e kohës së përbashkët sjell një distancë, pra, ndërsa distanca lind dyshime, paragjykime dhe mosmarrveshje. Papa u bëri thirrje prindërve dhe fëmijëve që të stërviten në artin e dëgjimit. Dëgjimi kërkon kohë të dedikuar për të rinjt. Kjo do të thotë të lejmë me një anë pra telefonin kur prindi na flet, ta shikojmë në sy dhe t'u japim hapësirë fjalëve të tyre me shumë respekt. Ndërsa Papa Francesku i është drejtuar shpesh të rinjve në dokumentin e tij kryesor si Amoris Laetitia, dashurinë e familje dhe Christus vivit, Krishti jeton. Ai i fton të rit të ndërtojnë ura e jo mure me brezin e mëparshëm. Papa Francesku u kërkon të rive të kenë durim me prindrit dhe të moshuarit. Ai na fton të mos i shohim ata si të prapambetur, të vjetruar apo që nuk kuptojnë asgjë nga bota sotme. Përvojat e tyre të jetës janë rrënjët tona. Pa ato rrënjë, pema e rinisë son nuk mund të lulësoj apo të bëj ballë stuhive të jetës. Kur të rit bashkojnë ëndrat dhe energjinë e tyre me përvojën dhe urtësinë e prindërve të tyre, krijohet një forcë e jashtëzakonshme paqeje në shtëpi. 3 fjalë kyçe të Papës Francesku për paqen e familje. Për të bërë dialogun sa më konkret dhe të zbatueshëm në jetën e përditshme, Papa Francesku propozon 3 fjalë të thjeshta por me fuqi revolucionare, të cilat duhet të jenë gjithmonë në gojen e çdo anëtari të familjes. E para është të lutem apo a mundem. Mos kërko asgjë me urdhër, arrogancë apo sikur çdo gjë të takon me të drejtë. Gjuha e mirësjelljes tregon se ti respekton hapësiren, mundin dhe lirinë e tjetrit. Kur i kërkon të emës apo të atit diçka duke thënë, mami të lutem, a mund të flasim pak? Toni bisedës ndryshon me një herë. Ndërsa fjala e dytë është faleminderit. Dëshmo mirënjohjeje për gjërat e vogla e të mëdha që prindrit bëjnë për ty çdo ditë.
Mirënjohja e qarmatos lodhjen e prindërit. Një faleminderit babi për punën që bën, ose faleminderit mami për këtë drek, sjell një ngrohtësi të menjëhershme dhe hap rrugën e dashurisë. Dhe fjala e tretë është më fal. Kërko falje i pari kur e sheh se ke gabuar, ke ngritur zërin apo ke reaguar me inat. Të kërkosh falje nuk është shenjë dobësie, por pjekurie të lartë shpirtërore. Papa Francesku thot shpesh në familje fluturojnë pjatat, po debatohet, por kur mos e përfundoni ditën pa bërë paqe. Një më fal e thënë nga zemra përpara se të bim në gjumë dhe të mbyllim derën, ndaj na largon nga çdo inat. Të dashur dëgjues të Radio Maris, të dashur të rinj, pra jemi në emisionin të rit me shpresë drejt së ardhmes. Ju përshëndes unë Motër Irenea nga studio Radio Maris, një zej krishter në shtëpinë tënde. Dhe sot pra jemi në temen respekti dhe komunikimi me prindrit. Pasi pa mundësime të çmuara nga shkrimi i shenjtë, nga etrit të kishës dhe papet dhe nga shetrit, le të shohim tani se si mund të zgjedhim pra që komunikimi njerëzor të na ndihmojë të vëmë në praktik një urtësi e cila na vlen për një paqe shumë të madhe në familjet tona. Dhe sigurisht që sot pra ka edhe teknika të ndryshme se si ne mund të menaxhojmë pra komunikimin ose se si mund të jemi më të matur për të komunikuar me prindrit tanë dhe të mos bim në konflikt. Sot do të ndalemi në 4 teknika praktike që secili prej nesh mund t'i përdor menjëherë në shtëpi për të shmangur zënkat me prindërit. Teknika e fjalive me unë. Kur jemi të mërzitur, reagimi ynë i parë automatik është të akuzojmë tjetrin duke përdorur fjalin me ti. Për shembull, ti kur nuk me dëgjon, ti vetëm kërkesa ke, ti nuk me kupton asnjëherë, ti e di unë kush je. Por çfarë ndodh në trurin e prindit kur ndëgjon ti? Fjalit me ti interpretohen automatikisht nga truri i tjetrit si sulm ose si një kritik. Dhe rezultati pra prindi do të ngrej menjëherë murin e mbrojtjes ose do të përgjigjet me një sulm edhe më të fortë. Pra përpiqu të zëvendësosh fjalin me ti duke përdorur fjalin me unë, përqëndrohu pra tek ajo që po ndjen ti pa fajsuar prindin. Në vend që të thuash ti kur nuk më dëgjon kur flas, thuaj unë ndihem pak i mërzitur kur nuk mund të përfundoj mendimin tim, sepse kam shumë dëshirë të ndaj këtë gjë me ty. E veni re dallimin? Ti po e thua të njëjtën të vërtet, por pa e vendosur prindin në pozitën e të akuzuarit. Kjo pra hap një rrugë për empati dhe mirëkuptim. Menaxhimi i emocioneve, pushimi taktik.
Kur gjakrat nxehen gjatë një debati, truri ynë kalon në atë që psikologët e quajnë në mënyrë mbijeteses. Në këtë gjendje emocionale, racionaliteti ulet dhe ne priremi të themi fjalë lënduese, të ngrejmë zërin apo të përplasim dyert, gjëra për të cilat me vonë pra edhe pendohemi. Përdor tekniken time out apo pushime të vetëdijshme. Kur e sheh se biseda po kthehet në një bërtitje, mos u përpiq ta fitosh debatin me çdo kusht në atë moment. Ndalo dhe kërko një pushim me respekt. Për shembull, mami apo babi, unë e shoh që të dy po ngarkohemi nga emocionet. Tani edhe une nuk dua të them diçka që do të lëndoj apo për të cilën do të pendohem më vonë. Le të bëjmë një pauzë dhe të vazhdojmë këtë bisedë pas 20 minutash kur ne duhet të jemi më të qetë. Kjo nuk është arratisje nga problemi, pra është maturi psikologjike dhe shpirtërore për të mbrojtur marrëdhënien tënde me prindrit. Momenti kur hapet një bisedë është po aq i rëndësishëm sa vetë përmbajtja e bisedës. Shpesh gabimi ynë si të ri është se ne shtrojmë pra kërkesa të mëdha apo tema të ndjeshme në momentet në të cilat nuk janë të duhura. Kur babi sa po kthehet i lodhur ose i stresuar nga puna, kur nëna është duke u marrë me punë të shtëpisë apo duke përgatitur diçka me ngut, në prani të njerëzve të tjerë apo motrave e vëllezërve, dëshiroj të jap një këshill praktike. Zgjidh një moment të ngrohtë, pra prisni një moment qetësie, për shembull gjatë një çaje apo darke, gjatë një shëtitje ose për shembull në fundjavë, pyeti me parë babi, kur të kesh pak kohë të lirë sot apo nesër, a mund të ulemi të flasim për diçka që e kam shumë për zemër? Dhe kjo pra u jep atyre kohë të përgatiten menshëm për të dëgjuar, pra dëgjimi aktiv dhe empatia, pra janë rregullat më të arta. Prindrit tanë ushqehen nga shqetësimi për sigurinë tonë, të ardhmen tonë, shëndetin ose shoqërinë tonë. Kur ata thonë jo, nuk do të shkosh atje, ne shpesh e interpretojmë si ata duan të me prishin mua qefin, por në realitet mendja e tyre po thot kam frikë se diçka e keqe mund të ndodhë fëmijës tim. Përdor pra dëgjimin aktiv duke treguar se ke kuptuar shqetësimin e tyre përpara se të kërkosh diçka. Për shembull, mund të thuash, e kuptoj mami që je shqetësuar për sigurinë time sepse do të kthehem pak vonë. Unë e vlerësoj shumë kujdesin tënd. Le të flasim se si mund të bëj të ndihesh më e qetë. Dhe kjo pra ndihmon edhe mamin edhe babin për të ulur dhe për të vëzhguar ty. Të dashur dëgjues, pra ishim duke folur për rregullat e arta që të ndihmojnë pra në komunikim me prindrit, dhe ishin 4 rregullat, pra përdor unë në vend të përdoresh ti, pra shpreh ndjenjat pa akuzuar tjetrin, bëj time out, pra ndalo biseden kur nxehet biseda dhe zgjedh një moment më të qetë. Rregulla e tretë ishte zgjedh momentin timing, pra flit kur të gjithë janë të qetë. Dhe rregulla 4 trego empati, kupto frikën ose kujdesin që fshihet pas rregullave të prindërve tu.
Të dashur dëgjues të Radio Maris, të dashur të rinj, jemi pra në emisionin të rit me shpresë drejtës së ardhmes dhe në këtë udhtim pra të hapur jo në një përgjigje fikse, në një analizë shumë dimensionale pra për të hapur horizontin ton se çfarë thot shkrimi i shenjtë pra për ndërimin ndaj prindërve, çfarë pasurie na lanë etërit tanë të kishës apo shetërit, dhe mësuam katër rregullat e arta për një komunikim të shëndetshëm. Jemi pothuajse në përfundimin e emisionit, qëndroni me ne. Pra të dashur të rinj që na shoqëruat të gjatë këtij udhëtimi shpirtëror dhe reflektues, po i ofrohemi fundit të emisionit ton të sotëm të rit me shpresë drejt së ardhmes. Sot pra u ndalem në një temë që prek zemrën e çdo shtëpie, si të komunikojmë me prindrit pa u zënë. Dhe pam se si kjo sfidë nuk zgjidhet me ashpërsi, me ngritje zëri apo me mbyllje në vetvete, por me një pjekuri, durim dhe dashuri të vërtet. Pam se si urdhëri i Zotit pra na fton të nderojmë prindrit tanë, se si etërit e kishës dhe shenjtrit na paralajmërojnë të mos i hedhim benzin zjarrit i natit, se si Shën Gjon Bosco pra na ftoi të bëjmë dashurin të dukshme dhe se si Papa Francesku na dhuroi 3 qelcat e artë për paqen në një familje, të lutemi, faleminderit dhe me fal. Pra janë këto 3 fjalë magjike që na ndihmojnë për të jetuar një jetë më të qetë. Po ashtu mësuam se si përdorimi i fjalive me unë, zgjedhja e momentit të duhur dhe marrja e një pushimi taktik pra mund të shpëtojnë marrëdhëniet tona nga brejtja e keq kuptimeve. Për ta kurorzuar këtë emision kemi zgjedhur një nga psalmet më të bukura të shkrimit të shenjtë, i cili thotë të gjitha me pak fjalë pra. Kemi zgjedhur psalmin 133 dhe ky psalm na kujton se sa e mrekullueshme dhe bekuese është kur anëtarët e familjes jetojnë në paqe e harmoni me njëri tjetrin. Jeta vllazërore. Oh, sa punë e mirë e gjë e bukur është kur vëllezërit jetojnë së bashku. Si vaji, ai më i miri në kokë, që zbret në mjekrën e Aronit, që zbret kindeve të petkave të tia, por si vesa në hormon që bie në malet e Sionit, sepse atje Zoti e jep bekimin, jetën e amshueshme. Pra të dashur dëgjues, ky psalm na kujton se paqja në shtëpi sjell bekimin e vet hyjt mbi të gjithë. Dhe për ta përfunduar, le të lutemi së bashku. O Zot, ati mëshirshëm, ti që na ke dhuruar familjen si dhuratën me të çmuar mbi tokë, po të lutemi sot për të gjithë të rit dhe prindrit e tyre. Bekoj shtëpi tona me paqen tënde. Na jep të rinjve një zemër të përvujt dhe një zemër që dëgjon. Na jep maturinë e fjalëve tona dhe durim në momente të vështirësive. Na ndihmo të shohim prindrit tan me sytë mirënjohës e të dashurisë dhe na jep guximin për të kërkuar falje kur ne gabojmë. Bëj që shtëpitë tona të jenë vend mirëkuptimi, gëzimi dhe shpresë. E kërkojmë këtë nëpër Krishtin Zotin ton. Amen.
Të dashur të ri, pra ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që na keni ndjekur, pra ishim në emisionin të rit me shpresë drejtëse ardhmes, respekti dhe komunikimi me prindërit. Duke u lënë në shoqërinë e programeve të Radio Maris në vazhdim, ju përshëndes të gjithëve, qoftë lëvduar Jezu Krishti.